Alaudin Malajt një ditë më parë në një bisedë televizive, teksa ka thënë që duhet të rikthehet armatosja e gjyqtarëve. Deri në vitin 2013 kishin të drejtë të mbanin dhe armë. Pas 2013-ës u janë hequr. Shiko, unë nuk mendoj se gjyqtari duhet të bëj vetë përdorim arme. Unë mendoj se shteti duhet i kryej të gjitha kushtet gjyqtarëve për sigurinë e tyre. Duhet kemi parasysh një gjë, që ata gjyqtarë të apelit dhe të shkallës lartë, pakën të apelit, njëse është vendim i formës prerë, ndajnë çështje që kanë bëjë miliona euro, ndajnë gjëra që janë shumë të rëndësishme, dhe prandaj siguria për ta do të jetë shumë e madhe. Se me këtë që ndodhi, ai që ka para dhe ai që është i fortë do e friksoj gjyqtarin. Nëse ai ka frikë për jetën, nuk jep drejtësi. Kjo nuk e ndihmon drejtësinë kjo gjëja. E ka gabim. Kjo i bën gjyqtarët kanë frikë nga i forti dhe jo nga i drejti. Kjo është më e rënda, sepse ai nuk do marrë drejtësinë në proces. Pse ka frikë për jetën. Atëherë në këtë rast, me patjetër duhet shtetit marrë masa për sigurinë e tyre, brenda gjyqësorit, por edhe jashtë. Pse i shkosh edhe jashtë? Pse gjyqtari thon ato lëvizte me biçikletë në Tiranë? Po të kish pas ndonjë ngarkesë, ndonjë padrejtësi, patjetër që duke lëvizur ashtu që mendohet, patjetër ta kishin godit. Po ja që ai lëvizte me biçikletë të ndjej rahat me veten e vet. Dhe nuk e mendonte që në sallë gjyqit do t'i. Dhe kjo është e papranueshme që mos ketë siguri gjyqtari kur jep drejtësi. Duke qenë se jep një drejtësi që përcakton vite burg për njerëzit, por edhe përcakton edhe çështjet e pronave, unë mendoj se do të ketë siguri. Dhe nuk duhet kemi një sulm ndaj gjyqtarëve. Unë jam avokate, o do të kemi